Nënkalim a diçka tjetër? Po flas për nënkalimin se këta herë i thojnë park, herë nënkalim, herë. Halo. Aty ende s'është kry zonja Gjara, por edhe një çështje. Ka mbetur parkingu pa ascensor. Nëse një invalid dëshiron të shkojë aty të parkojë, nuk ka se si hip lart. Këtu do duhej kjo pyetje drejt për drejt me u bë përgjegjësit kryesorit të komunës, kryetarit të komunës. Zotin Ademi pak peqesëm siklet se përbe se ka vetë kush aty hiç. Këtu folëm të gjithë për urbanizim drejt dhe të barabartë dhe unë kam një replik me zotin Adema, ose ta për nevojë për sqarim. Gjatë këtyre viteve me mandat është zhvilluar një projekt Malishevi i cili është ideu të jetë 4-5 milion, ka shku në 8 milion, mandej ka mrinë 11 milion dhe s'është përfunduar. Ai projekt përveç se ka lënë 22 fshatra pa urbanizim, në atë projekt çalon në shumë dimensione përfshirë mungesë ascensori për kategoritë e veçanta apo që ka nevojë. Për çka i të fol? Trotuarët për rreth. Nënkalim a diçka tjetër? Po flas për nënkalimin se këta herë i thojnë park, herë nënkalim, herë. Halo. Aty ende s'është kry zonja Gjara, por edhe një çështje. Ka mbetur parkingu pa ascensor. Nëse një invalid dëshiron të shkojë aty të parkojë, nuk ka se si hip lart. Trotuarët rrotullti kanë mbetur kështu. Pra përveç që është për nga aspekti financiar me shumë telashe, çalon në shumë dimensione tjera dhe ndua di çka është bërë në këtë drejtim nga zotri Ademaj. Urna. Faleminderit shumë Valer për mundësinë që po jep Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne s'kom përmend ty. Valon tjetër mos ju përzi. Urna. Realisht, angazhimi edhe jem sot. Më falni, Krasniqi. Patjetër që edhe Valoni do duhet të kishte informacionet sakta për Malishevën. Është e papranueshme të kandidaja mos dini informacionet sakta se si ka rrjedh ai buxhet ose në atë rast ai implementim i atij projekti. Informatat e sakta që buxheti që në start është implementuar ose është kërku rreth 8 milion euro. Fatmira, a din për diçka për ascensorin? Nuk këtu do duhej kjo pyetje drejt për drejt me u bë përgjegjësit kryesorit të komunës, kryetarit të komunës. Do duhej. Ja kena bo edhe ka qenë në debat, ja kemi bo Enver Urna. Faleminderit jeta, do duhet ishte këtu kryetari i komunës. Mirë. Do duhej. Do duhet ishte. Ja pëmbojë zmetin maksimum. E kam respektin edhe e kuptoj insistimin tuaj edhe vlerësoj shumë. Po, zotin Ademi pak peqesëm siklet se përbe se ka vetë kush aty hiç, po do të them edhe diçka tjetër. Fal, me respektin më të madh për juve që keni punuar. Ani, por do të ndalim te investimin e Malishevit. Po. Taj parkingu aty, te nënkalimi dhe te sheshi. Ai shesh nuk është. Nënkalimi është një tranzit që e ka letu pak qarkullimin, por nuk ka zgjidhur probleme. Ai projekt është shumë funksion. Është lëshu pjesërisht. Ai projekt është përcjell me probleme financiare, ka probleme inxhinierike dhe ka si më thonë diskriminim qytetar.